Partia Demokratike mbajti sot kuvendin kombëtar ku miratojnë ndryshimet statutore dhe zgjodhi anëtarët e rinj të Këshillit Kombëtar. Në fjalën e tij, Berisha kërkoi hapje dhe ripërtëritje të partisë ndaj vlerave intelektuale në çdo nivel. Kryeministri Edi Rama thotë se Partia Socialiste është e vetmja forcë politike në vend që ka mbrojtur gjithmonë interesin kombëtar. Nga Lezhë, Rama akuzoi kundërshtarët se përfaqësojnë shpirtin e shkatërimit të politikës shqiptare. Pas një ngadalësimi në vitin 2025, bizneset shqiptare këtë vit po marrin më shumë kredi. Banka e Shqipërisë raporton se financimi i ri për sipërmarrjen u rrit me mbi 24% në prill, i nxitur kryesisht nga industria përpunuese, ndërtimi dhe turizmi. 60 milion euro ka vënë në dispozicion autoriteti rrugor për ndërtimin e një pjese të bypassit të Elbasanit që synon të japë zgjidhje trafikut në nyjen e Bradasheshit që lidh Tiranën me Juglindjen. Kompanitë kanë afat deri më 10 qershor për të paraqitur ofertat. 3 partitë shqiptare në Malinezi u shkrinë në një duke krijuar Forumin Shqiptar. Ky bashkim shihet si një lëvizje historike dhe kapitull të ri politik në shtetin fqinj që synon mospërçarjen e votave të shqiptarëve në zgjedhje. Irani kreu sot një sulm me raketa balistike ndaj një baze ushtarake në Kuvajt ku mbetën të plagosur 5 amerikanë. Presidenti Trump shtyn vendimin për një marrëveshje të re, shkak bëhet programi bërthamor i Teheranit. Shikues të televizionit Klani, ju përshëndes. Këto janë lajmet e orës 19:30. Do të njihemi bashkë me zhvillimet më kryesore të deri tanishme. Partia Demokratike mbajti sot kuvendin kombëtar ku pas miratimit të ndryshimeve statutore u votua për zgjedhjen e anëtarëve të rinj të Këshillit Kombëtar. Në fjalën e tij, kryedemokrati Sali Berisha kërkoi hapje dhe ripërtëritje të partisë ndaj vlerave intelektuale në çdo nivel. Me sloganin ripërtëritje, Partia Demokratike mbajti kuvendin kombëtar organizimin më të lartë vendimarrës. Kuvendi nisi me video të gjeneruara nga inteligjenca artificiale, ku heroi ynë kombëtar i drejtohej me një mesazh urimi demokratëve. Më lejoni që t'ju uroj punë të mbar kuvendit kombëtar të Partisë Demokratike. Nuk munguan përshëndetjet e partive dhe organizatave të djathta, mes të cilëve dhe kryeministri kroat Andrej Plenković, presidenti i IDU-s Stephen Harper dhe ish kongresmeni republikan Bob McQueen. Më pas në podium u ngjit kreu i sapo konfirmuar i demokratëve Sali Berisha, i cili në fjalën e tij u zotua për ripërtëritje të partisë më të madhe opozitare në vend. Ripërtëritja sigurisht është vizion, por ripërtëritja është modernitet. Nga ky kuvend vendosim ta shtrojmë atë në parti të gjitha teknologjive më të mira. Kapitull të mbyllur e quajti betejën e nisur 5 vite më parë për rithemelimin e Partisë Demokratike. Në rrugën tonë patëm rrugë të gjatë, të mundimshme. Kur e nisëm, fitoria askund nuk vegonte në horizont. Po unë ju jap ju fjalën deri që kur nuk do të mirja përsi për të drejtoja ju, po të mos besoja tek fitoria. Dhe besimin tek fitoria buronte nga guximi juaj. Partia Demokratike duhet të bëjë kthesën, thot Sali Berisha, të hapet, të riorganizohet në të gjitha dimensionet e saj, duke i dhënë hapësirë të rinjve e grave. Ne do bëjmë çdo gjë, të hapim partinë drejt vlerave në gjitha nivelet, duke njohur problemet tona, defektet tona. Ku janë? Ne duhet të ridimensionojmë me shpejtësi rolin e të rinjve dhe grave në Partinë Demokratike. Duhet të shënojmë kthesën. Kilometri i fundit nuk është një kilometër i lehtë. Nga kuvendi kombëtar, Edi Rama si kujtoi se nuk ka legjitimitet në krye të qeverisë. Edi Rama mbron dosjen e tij. Edi Rama nuk mbron Lubin. Tani duhet i them këtu. Ti mendon se i mbyllë dosjen, por ne ato dosje s'ti mbyllim kurrë. Edi Rama, betejë jon do të jetë ajo që s'ke pa ndonjëherë. Je kapur si plaçkit, si grabit, si votës. Je kapur si ajdut i pasurive publike dhe fondeve. Ke zero legitimitet.
zero legitimitet. Berisha prezantoi dhe prioritetet kryesore të programit të PD-s, me në fokus ekonominë, rritjen e pagave dhe pensioneve, mbështetjen për familjet dhe fermerët, si dhe luftën pa kompromis kundër krimit organizuar dhe korrupsionit. Kuvendi kombëtar miratoi më pas ndryshime statutore, të cilat ndër të tjera forcojnë rolin e gruas me 40% dhe me 15% të diasporës në strukturat partijake, si dhe fuqizimin e seksioneve të Partisë Demokratike. Gjithashtu kuvendi miratoi një rezolut ku dënonte si farsë elektorale zgjedhjet e majit të 2025-s. Më pas delegatët votuan në mënyrë të fshehtë për të zgjedhur mbi 200 anëtar të Këshillit të Ri Kombëtar që zgjidhen nga kuvendi. Pas votimit, Berisha, duke I cilësuar kandidatët e propozuar si më të mirët, paralajmëroi përfshirjen e emrave të rinj në forumet e larta drejtuese të partisë më të madhe të opozitës. Politika do fillojë me seksionin dhe do të kalojë në gjitha nivelet. Ky është një proces që ka filluar prej 2 muajsh, por nuk është promovuar si thuar sepse kanë që probleme tjera. Tani kryefjala është ripërtëritja. Pyetjes nëse ripërtëritja e Partisë Demokratike nënkuptonte dhe largimin e tij nga drejtimi I partisë, ai dha këtë përgjigje. Kush? Ju? Po ai që ripërtërin veten si mund të prek? Procesi I votimit u mbyll rreth orës 18:00, ndërsa numrimi I tyre do të nisë në selinë e Partisë Demokratike në orën 20. Kryeministri Edi Rama thot se Partia Socialiste është e vetmja forcë politike që ka mbrojtur gjithmonë interesin kombëtar. Nga Lezhë kuvjoi takimet për 35 vjetorin e themelimit të Partisë Socialiste, Rama akuzoi kundërshtarët si shpirti I shkatërrimit të politikës shqiptare. Edhe nga Lezhë ku vjoi takimet e tij në kuadër të 35 vjetorit të themelimit të Partisë Socialiste, kryeministri Edi Rama evidentoi se gjatë historisë së tyre socialistët nuk kanë tradhtuar asnjëherë interesin kombëtar. 35 vjet janë pak për historinë, por janë shumë për të parë dhe për të kuptuar jo vetëm peshën, por edhe impaktin e jashtëzakonshëm që ka pasur Partia Socialiste në jetën e vendit dhe mbi të gjitha për të kuptuar vlerën e shtuar që Partia Socialiste ka sjell duke u qasur në një mënyrë pa diskutueshme të drejtë interesit ton kombëtar. Vetëm Partia Socialiste qysh në kryet herës nuk ka lëvizur asnjëherë asnjë milimetër nga vija e drejtë e mbrojtjes së interesit kombëtar. Edhe në këtë aspekt ai theksoi se Partia Socialiste përbën një dallim shumë të madh nga kundërshtarët e vet politik. Pikërisht ata që rrihnin gjoksin ditën dhe gjuanin me gur Partinë Socialiste, natën thyenin embargon e botës demokratike ndaj Slobodan Miloševićit dhe furnizonin me naftë makinerinë e tij të pastrimit etnik. Ndërkohë që Partia Socialiste qysh në ditën e parë të marrjes në dorë të frenat të vendit u bë mbështetja më e fortë, më e palëkundur dhe mbështetja e përhershme deri në fund, deri në çlirimin e Kosovës, e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Kundërshtarin politik e akuzoi se ashtu si para 2 dekadash, edhe sot po punon kundër interesit kombëtar. Partia Socialiste gjendet përballë një fronti kundërshtarësh që nuk lën gjë pa thënë ndaj përfaqësuesve të saj. Nuk kanë lënë gjë pa thënë në kryet herës, nuk lënë gjë pa thënë sot dhe nuk do të lënë gjë pa thënë deri kur do të jenë ata që janë humsit kronik dhe shpirti I shkatërimit në politikën shqiptare. Ndërkohë partia që ai drejton tha se ka vetëm një qëllim, dhe ajo është integrimi në familjen europiane. Partia Socialiste I ka pasur gjithmonë përballë, sot në fakt I kemi mbrapa, edhe ne përpara kemi vetëm objektivin historik majën ku do të vendosim flamurin e Gjergj Kastriotit edhe të Ismail Qemalit në oborin e shtëpisë europiane. Çmimi I karburanteve në vendin ton vijon rënjen, vetëm 2 ditë pas vendimit fundit, nga sot nafta do të tregtohet me 185 lekë për litër, ndërsa benzina 173 lekë për litër. Ulja është modeste, por sinjalizon zbutjen e kostove në tregjet ndërkombëtare. Për sektorin e peshkimit, çmimi I gazoilit mbetet I përcaktuar për 90 lekë për litër.
Pas ngadalësimit në vitin 2025, bizneset shqiptare po marrin më shumë kredit. Dhënat e Bankës së Shqipërisë tregojnë se financimi i ri për sipërmarrjen private u rrit me mbi 24% për gjatë muajit prill, i nxitur kryesisht nga industria përpunuese, ndërtimi dhe turizmi. Bizneset shqiptare kanë shtuar kërkesën për financim bankar gjatë këtij viti. Referuar shifrave të Bankës së Shqipërisë, në prill, bankat akorduan 25.5 miliard lekë kredi të reja për sipërmarrjen private, nga 20.5 miliard lekë që ishte një vit më parë. Rritja vjetore arrin në 24.4% duke sinjalizuar zgjerim të investimeve dhe nevojave për kapital në ekonomi. Sektori që ka përfituar më shumë financim është industria përpunuese. Kreditimi i ri për këtë aktivitet është më shumë se dyfishuar krahasuar me një vit më parë, duke arritur në 5.2 miliard lekë. Në rritje të fortë paraqitet edhe ndërtimi, ku huat e reja kanë shkuar në 2.8 miliard lekë, ndërsa i njëjti nivel financimi është regjistruar edhe për sektorin e akomodimit dhe turizmit, duke reflektuar vijimin e investimeve në pasuri të paluajtshme dhe struktura turistike. Ndërkohë, tregtia mbetet sektori që tërheq volumin më të madh të kredive, por pesha e saj po të kurret. Financimi i ri ka zbritur në 7.1 miliard lekë nga 10.5 miliard lekë 2 vite më parë. Në kaq të kundër vijon të mbetet bujqësia, e cila përfiton vetëm një pjesë minimale të huadhënies bankare, duke konfirmuar vështirësitë e sektorit për të tërhequr financim formal. Rritja e kreditimit konsiderohet një tregues pozitiv për ekonominë, pasi zakonisht paraprin zgjerimin e investimeve, punësimit dhe aktivitetit prodhues në muajt në vijim. Sipas raportit të Bankës Botërore, niveli i papunësisë në Shqipëri është 21.5% mbi mesatarën e Bashkimit Evropian. Ekspertët thonë se kjo lidhet me disa faktorë dhe me mënyrën se si është strukturuar ekonomia shqiptare, duke bërë që shumica e të rinjve të diplomuar të mbeten jashtë tregut të punës. E teksa çdo vit Shqipëria diplomon rreth 25.000 të rinj e të reja, integrimi i tyre në tregun e punës vijon të mbetet problem. Sipas Bankës Botërore, papunësia tek të rinjt mbetet e lartë. Në raportin e saj më të fundit, Banka Botërore thekson se Shqipëria dhe Kosova kanë shkallët e papunësisë më të ulta në rajon, përkatësisht me 21.5 dhe 18.4%. Megjithatë, të dyja janë mbi mesataren e BE-s, prej 14.7%. Për ekspertët, ky nivel i papunësisë lidhet me mënyrën se si është strukturuar ekonomia shqiptare, ku shumë të rinj të diplomuar nuk i përshtaten tregut të punës. Pjesë e papunësisë është e lidhur me atë se si është strukturuar ekonomia dhe tregu shqiptar, i cili vetvete afron punë me produktivitet të ulët, pra detyrimisht nxjerr edhe paga më të ulta. Dhe e gjitha kjo për të rinj do të thotë më pak siguri sociale dhe një perspektivë profesionale. Kemi shumë diploma, kemi shumë arsim, por nuk janë të përshtatshme për tregun. Edhe ofrimi i punëve sezonale dhe kryesisht në shërbime ka bërë që integrimi i të rinjve në tregun e punës të mbetet i ulët. Arsyet kryesore kanë të bëjnë me ofertën e tregut. Është një ofertë që vjen nga tregu i shërbimeve, tregtisë dhe ndërtimit dhe pjesa e meritokracisë, pasi shumë nga vendet e punës ofrojnë jo me atë çfarë është aftësi, por me atë çfarë mundet të përdorin të rinj për punë nga më të ndryshme. Lidhja universitet biznes është e dobët dhe natyrisht politikat që janë bërë deri më sot janë afat shkurtra, zgjidhin problemin e përkohshëm sesa kanë një qasje afat gjatë. Perspektiva e vendit për integrim në Bashkimin Evropian sipas ekspertëve kërkon një qasje më produktive në atë çfarë kërkon tregu shqiptar dhe ai europian për të patur një rritje të punësimit tek të rinjt. €60 milion ka vënë në dispozicion autoriteti rrugor për ndërtimin e një pjese të bypassit të Elbasanit që synon të jap zgjidhje e trafikut në nyjen e Bradasheshit që lidh Tiranën me Juglindjen. Kompanitë kanë afat deri më 10 qershor për të paraqitur ofertat e tyre. Nga 25.000 deri në 30.000 automjete qarkullojnë çdo ditë në këtë aks rrugor, shifër kjo që në fundjavë po ditët e festave arrin deri në 35.000 duke krijuar radhë të gjata makinash. Edhe këtë fundjavë, Elbasani u përball me fluks të lartë automjetësh dhe trafik të rënduar, një problematikë e cila haset prej kohësh. Së fundmi, autoriteti rrugor shqiptar ka çelur 2 procedura tenderimi për ndërtimin e bypassit të Elbasanit. Gjatë kësaj periudhe do të çelet një rrugë alternative për qarkullimin e automjeteve dhe këmbësorëve. Autoriteti rrugor ka vënë në dispozicion 60.5 milion euro dhe kompanitë kanë afat deri në 10 qershor për të dorëzuar ofertat.
Ky segment i parë prej 4.2 kilometrash do të nisë në Bradashesh, ku bashkohet me autostradën Tiranë-Elbasan dhe do të përfundojë në afërsitë e luginës së lumit Shkumbin, duke u lidhur me korridorin e 8. Kompania fituese do të ketë 2 vite kohë për kryerjen e punimeve në këtë relief fushor. Për drejtuesit e mjeteve që udhëtojnë për ditë drejt juglindjes dhe vendeve të rajonit, ky investim është më se i domosdoshëm për të shmangur vonesat e gjata. Duhet të isha bërë sa më parë. 3 orë në Elbasan në Tiranë për ditë premte. Ndërtimi i këtij bypassit sa ju shërben? Boda na knaq neve. Na shpëton. Në total i gjithë projekti i bypassit parashikohet të kushtojë 240 milion euro. Megjithatë, edhe nëse gjithçka shkon sipas projektit të parashikuar me shumë gjasa dhe për 2 vjet të tjera, trafiku në hyrjet e Elbasanit do të vazhdojë të mbetet problematik. Po Gradeci po bën përgatitjet e fundit për të pritur sezonin e ri veror, autoritetet presin një numër të madh pushuesish, ndërsa bizneset kanë shtuar këtë vit kapacitetet pritëse për të përballuar fluksin e turistëve. Edhe në Pogradec po bëhen gati për sezonin e ri turistik, që do të nisë zyrtarisht në ditët e para të qershorit. Autoritetet presin një fluks të shtuar turistësh krahasuar me 2025-ën, e në këtë drejtim po përgatiten edhe bizneset. Ato po përmirësojnë shërbimin dhe po shtojnë kapacitetet për t'u përgjigjur interesit të lartë të vizitorëve. Gjithë hotelerit kanë një prenotim maksimal të akomodimit të tyre. Gjatë kësaj periudhe ata kanë filluar nga restaurimi i hoteleve, rinovimi i tyre, por dhe ngritjen e kapaciteteve të shërbimit. Historikisht, Pogradeci është mbështetur tek turizmi familjar, e ky trend vijon ende. Prej vitit kaluar dhe tani në 2026 ne shikojmë një interes shumë të madh edhe tek turistët në turizmin familjar, kjo që duke dhe ndikon në çmimet dhe në akomodimin në një sipërfaqe më të gjerë të cilët ata dëshirojnë. Risi këtë vit janë turistët e ardhur nga Franca, që tërhiqen veçanërisht nga historia dhe trashëgimia kulturore. Për të tërhequr sa më shumë vizitor, Bashkia e Pogradecit ka përgatitur një kalendar të pasur me aktivitete për këtë verë. Tre partit shqiptare në Malin e Zi janë shkrirë në një duke krijuar Forumin Shqiptar. Ky bashkim shihet si një lëvizje historike dhe kapitull të ri politik në shtetin fqinj që synon mospërçarjen e votave të shqiptarëve në zgjedhje. Një projekt i ri politik u vullos mes shqiptarëve në Malin e Zi. Tre parti shqiptare u bashkuan në një subjekt të vetëm, Forumi Shqiptar, duke hedhur kështu themelet për të ndërtuar një shtëpi të vetme për shqiptarët në këto troje. Në sallën e Këshillit Komunal të Tuzit u shpalosën objektivat e këtij bashkimi, i cili do të çojë më tej bashkëpunimi me subjekteve shqiptare që ishin edhe më herët në koalicion mes tyre për të drejtat e shqiptarëve dhe përvojësimin e tyre politik, si në qeverisjen qendrore, ashtu edhe në atë lokale. Ne jemi adresa e parë politike e shqiptarëve, përgjegjësia jonë politike e drejtuesve ishte dhe vullneti ynë që të lëmë një subjekt të fortë politik shqiptar për të ardhmen që të prezentojnë edhe më mirë shqiptarët në Malin e Zi. Ferhat Dinosha, kreu i Unionit Nacional Shqiptar, deklaroi se në Tuzë u vendosën themelet e një bashkimi i cili duhet të forcohet nga brezat e ardhshëm. Këto tre nënshkrime sot do të jenë bazë e një shtëpie më të madhe politike shqiptare në Malin e Zi, janë themeli i asaj shtëpie. Kreu i Lidhjes Demokratike Shqiptare Ivan Ivanaj tha se me këtë akt do të mbahen mend në histori si politikanët që bashkuan shqiptarët. Kjo gjenerat politikanësh do të mbahet mend si gjenerata që realizoi bashkimin më të madh politik të shqiptarëve që nga vendosja e pluralizmit. Shqiptarët aktualisht janë të përfaqësuar në parlament me deputet, zëvendës kryeministër, zëvendës kryetar kuvendi dhe ministra në kabinetin qeverisës, ndërkohë që drejtojnë disa komuna me shumicë shqiptare. Serbia, por edhe Rusia, sipas ekspertëve, po zhvillojnë luftë hibride duke tentuar të ndikojnë në zgjedhjet e 7 qershorit në Kosovë. Sipas tyre rreziku vjen edhe nga inteligjenca artificiale, por edhe blerja e votave nga komuniteti serb. Ekspertët e fushës IT dhe hulumtues të verifikimit të fakteve dhe luftës kundër dizinformimit paralajmërojnë për ndërhyrje nga Serbia dhe Rusia në zgjedhjet e 7 qershorit në Kosovë, teksa votën pro listës serbe nga komuniteti serb e shohin si një detyrim dhe lidhje direkte me Beogradin zyrtar. Realisht zgjedhjet në Kosovë si proces elektoral kanë qenë të ndikuar dhe herën e kaluar konkretisht te komuniteti serb, komuniteti pakicë që jeton në Kosovë nga Serbia, por edhe nga Rusia nëpërmjet luftës hibride. Ashtu është duke vazhduar edhe tani me të njëjtën tempo dhe janë duke shfryzuar skema të ndryshme të cilat e infiltrojnë
popullin serb në kërcënime të ndryshme, shantazhe, po edhe blerjet e votës. Forma kryesore është nëpërmjet narrativave. Domethënë për shkak se komuniteti serb këtu është në një farë forme i orientuar drejt mediave në Serbi dhe zyrtarëve atje serb, sepse është e natyrshme që ata me ndëgju Serbinë zyrtare atje. Ekspertët e shohin si një rrezik lëshimin e dezinformatave veç propagandës online, por edhe me anë të inteligjencës artificiale, ku me komente me anë të profileve false mund të ndikojnë në ndonjë përçarje brenda komuniteteve në Kosovë. Mbi 1.300 persona u arrestuan si dhe 450 kg drogë u sekuestrua gjatë një operacioni masiv të zhvilluar në Itali, ndërsa mbi 2.300 persona janë proceduar penalisht. 1.335 persona janë arrestuar në një operacion të gjerë të zhvilluar nga policia italiane në të gjithë territorin e saj kundër trafikut të drogës dhe armbajtjes pa leje. Mes të prangosurve ka dhe 31 të mitur, teksa 2.358 persona të tjerë janë proceduar penalisht. Gjatë kontrolleve janë sekuestruar sasi të mëdha droge dhe armësh në zona të ndryshme, lagje problematike dhe lokalenate. Siç raportojnë mediat e vendit fqinj, policia ka sekuestruar rreth 450 kg drogë, përfshirë kokainë, kanabis dhe heroin. Gjithashtu janë gjetur dhe konfiskuar 111 armë zjarri, mes tyre armë automatike, si dhe municione të ndryshme. Në fokus të operacionit kanë qenë edhe armët e ftohta, që mbaheshin nga të rinj kur raportohet për rreth 250 të tilla të sekuestruara. Autoritetet italiane e cilësuan aksionin si një nga operacionet më të mëdha të viteve të fundit në luftën kundër krimit të organizuar dhe rrjeteve të trafikut të drogës në vend. Është rihapur pas 3 vitesh Muzeu Etnografik i Beratit. Muzeu Etnografik i Beratit është rihapur për vizitorët pas më shumë se 3 viteve që u nënshtrua procesi të restaurimit dhe konservimit. Lajmin e ndau në rrjetet sociale ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxha, duke njoftuar se ky institucion, një nga më të rëndësishmit për qytetin e një mbi një dritarëve, vjen edhe i rikonceptuar me një qasje bashkëkohore. Ne do të kemi këtu një aktivitet të vazhdueshëm që ky të mos jetë një muze statik, ky do të jetë një muze i gjallë që të tregojë, të rrëfej, dhe të ketë aktivitete të vazhdueshme me shoqata, grupe, me artistë, zejtar, me njerëz të cilët janë dashamirës të folklorit. Ndërhyrjet restauruese kanë ruajtur identitetin e godinës së vjetër, ndërsa aty janë ekspozuar rreth 1300 objekte që rrëfejnë për kulturën, traditat dhe jetesën e beratasve. Ne do të bëjmë ç'është e mundur që ta mbajmë lart emrin e Muzeut Etnografik Beratit dhe të jemi në lartësinë e duhur sa i takon pjesës së muzeimit, të pjesës digjitale të muzeimit, po edhe të pjesës aktiviteteve dhe të mbështetjes që ne do t'japim edhe për strukturën tuaj, edhe për më shumë njerëz. Rihapja e këtij muzeu në prag të sezonit veror i kthen këtij qyteti një nga muzeet më të vizituar dhe që mbetet në kërkesat e çdo të huaj. Edhe këtë sezon turistik, Green Coast vjen si destinacioni kryesor i aktiviteteve verore në Bregdetin e Jugut. Një kalendar i ngjeshur eventesh do të shoqërojë gjithë muajt e verës. Green Coast rikthehet edhe këtë vit si një nga destinacionet kryesore të aktiviteteve dhe festave verore në Rivierën Shqiptare. Në kuadër të eventit The Essence of Green Coast, banorët dhe vizitorët patën mundësi të përjetonin nga afër atmosferën që karakterizon këtë destinacion, një ndërthurje mes jetesës pranë detit, argëtimit, artit, muzikës dhe aktiviteteve për të gjitha moshat. Programi u konceptua si një ditë e plot pranë detit, duke nisur me energjinë e ushtrimeve fizike në Bregdet. Qenë se ne jemi mësuar që aktivitetet sportive të zhvillohen në ambientet e palestrave dhe është tendenca që në verë palestra të boshatise dhe workoutit të lihet, e sjell workoutin në Green Coast duke sjell energji, aktivitet për gocat dhe gjithashtu të kënaqemi. Kombinimi i workoutit në ambient në natyrë është fantastike. Më pas aktivitetet vijuan me momente krijuese për fëmijë dhe prindër, të cilët i dhanë ngjyra plazhit përmes pikturimit të gurëve dhe lojrave në natyrë. Gjatë pasdites atmosfera u zhvendos drejt ritmit të festave verore që karakterizojnë çdo sezon në Green Coast. Programi nuk la pas as dimensionin artistik përmes një sesioni pikture ku pjesëmarrësit mund të rikrijonin në telajo perëndimin e diellit, një nga momentet më të veçanta të ditës, me një program të pasur që pritet të vijojë për gjatë gjithë sezonit veror. Green Coast synon të mbetet një nga destinacionet kryesore të Rivierës Shqiptare për festa, aktivitete sportive, kulturore dhe artistike. Ishte ky në informacioni i fundit për këtë edicion lajmesh. Bashkë mirupafshim.